Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi edhe sot sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju ngjarje, por njëkohësisht edhe për të ndarë përmbledhje apo kronologji të situatave të cilat kanë ngritur shumë pikpyetjet e publiku. Egli Tako, një banore tashmë mistike drejt qëndrimeve të saj, drejt emocioneve të saj, drejt dashurisë së saj, ka ngritur konspiracione të ndryshme apo mendime të ndryshme tek publiku që hyrja e saj është e dyshimt. Unë kam përmbledh disa situata të cilat dëshiroj t'i ndaj me ju, situata që mendoj që vërtet janë të arsyeshme dhe dua të marr mendimin tuaj pas gjithë këtij komentimi që ne do të bëjmë. Kur Egli u largua nga shtëpia për herë të parë, momenti i ndarjes ishte plot me emocione. Gjestin si një nga personazhet më të dashura për të, e përcolli me një përqafim të ngrohtë dhe me mbështetje që shprehte një lidhje të thellë. Ky përqafim ishte një simbol i dashurisë dhe shpresës që ata ndanin për një rikthim të mundshëm në shtëpi, si dhe një ndjenje sigurie që do të vazhdonin të ishin pranë njëri tjetrit, pavarësisht distancës fizike. Në këtë moment, marrëdhënia mes tyre ishte e ndjerë dhe e sinqertë, plot me shpresa për të ardhmen. Do të kujtoj momentin kur Egli është larguar nga shtëpia e Big Brotherit, gjëja e fundit që ajo kërkoi ishte takimi me Gjestin. Në dhomën e rrëfimit, Gjesti pati thënë që në këtë shtëpi duhet të bëjmë një zgjedhje, ose unë, ose ti, por Gjesti nuk ja thanë, do të thënë me konotacionin e faktit që unë do të vë ty para një zgjedhje që duhet të bësh një zgjedhje ose unë ose ty, por thjesht po të vë para një zgjedhje e cila është shumë normale në pikën ku ti ke arritur të shprehësh emocionet. Më pas, rikthimi i Eglit mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit ishte çuditërisht e paimagjinueshme. Kur Egli u kthye pas disa ditësh jashtë shtëpisë, gjithçka më tash ndryshoi. Ata të dy mund të ndodhin në një situatë ku Gjesti ndjen një farë tensioni për shkak të asaj që ka parë dhe ka mësuar. Në fakt, Egli ndjen një farë presioni për shkak të asaj që ka parë dhe ka mësuar nga jashtë, dhe kjo reflektohet thellë në sjelljen e saj. Ajo mund të tentoj të afroj Gjestin në të njëjtin ngrohtësi si më parë, por ndihet i bllokuar nga distanca që ka krijuar Egli. Ndërsa Egli nga ana tjetër është e ftohtë, e mbyllur dhe e prekur nga eksperiencat që ka kaluar jashtë. Ky ndryshim në sjelljen e saj mund të lidhet me atë që ka parë në videon e publikuar nga produksioni, ku është zbuluar disa informacione dhe emocione që kanë bërë që atë të reflektojë dhe të distancohet emocionalisht nga një marrëdhënie që mund të kishte qenë më e sinqertë dhe më e ngrohtë se më parë. Në një situatë hipotetike, mund të imagjinojmë që Gjesti i drejtohet Eglit duke tentuar të rivendos afërsinë që kishin para daljes së saj, duke i thënë diçka si pse je kaq e ftohtë tani Egli, a është diçka që ka ndodhur jashtë që të ka bërë të ndihesh e ndryshme? Egli megjithatë mund të përgjigjet me një ftohtësi të dallueshme duke ju përgjigjur, nuk është ashtu siç mendon ti, ka më shumë gjëra që ndodhin në mendjen time tani, më shumë se sa që mund të kuptosh. Do të thënë këtë në fakt ja pati thënë mbrëm Egli Gjestit, për shembull kur Egli ishte pozicionuar në verandë, i pati thënë Gjestit që unë nuk mundem më të mbroj ty, duke thënë që ti mua nuk më ke puthur apo duke përdorur situatën, sepse janë video të cilat publiku i ka parë nga jashtë, i ka shikuar nga jashtë, edhe unë nuk mundem të mbroj ty në gënjeshtrën tënde. Të paktën ishte ky qëndrimi i Eglit në të gjithë mënyrën se si Gjesti i thonte Aldos që unë puthje nuk i kam bërë për shkak të klikimeve. Në këtë situatë u përfshi dhe Gerta së bashku me Aldon, Kellin, Lorin edhe Rizardën, të cilët duke qëndruar tek këndi Lori kafes brenda në shtëpi, po bisedonin në mënyrën se si mund të ketë marrë informacione Egli dhe çfarë është parë nga jashtë,
dhe Gerta tha sigurisht jashtë ka qenë e folshme që Egli do të rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit dhe jo më kot ka ardhur ai dron dhe në atë moment domethënë pati ndërhyrje nga produksioni që Gerta kujdes mikrofonin dhe më pas e thirrën në dhomën e rrëfimit. Domethënë nga ajo që ne amencojmë që Gerta ka informacione nga jashtë, jam bindur mbrëm që Gerta bën një lloj matematike të ftohtë në kokën e saj, që më besoni është shumë inteligjente. Dhe këtu Egli u përfshi duke i thënë Gjesti që unë nuk mundem të të mbroj më deri diku me gënjeshtrën tënde. Një tjetër situatë hipotetike mund të ndodhë kur Egli pas rikthimit do reflektonte më thellë mbi atë që ka parë dhe ka mësuar gjatë qëndrimit të saj jashtë shtëpisë. Ajo mund të kuptojë se marrëdhënia me Gjestin ishte krijuar në një kontekst të caktuar, ku ndiheshin më të lirë dhe më të pasigurt. Pas publikimit të videos nga produksioni, ku ajo mund të ketë parë reagime të ndryshme dhe informacione që nuk i kishte ditur, ajo ndjehet më e vetëdijshme për veten dhe mund të krijojë një distancë emocionale që e ndihmon të ruajë një farë kontrolli mbi situatën. Ajo mund të ndjejë se duhet të ruajë distancën për të mbrojtur veten dhe për të shmangur ndonjë dhëmbje të mundshme që mund të vijë në nga një lidhje e tillë. Në këtë situatë, Gjesti mund të përpiqet të afrojë Eglin, por do të ndjehet se ajo është e gatshme të hapet aq lehtë. Për të, kjo do të ishte një periudhë pasigurisë ku ai tenton të kuptojë se si të reagojë ndaj këtij ndryshimi. Një mundësi tjetër do të ishte që Gjesti të ndjehej i zhgënjur duke kërkuar shpjegime për këtë ndryshim të papritur në sjelljen e Eglit, por Egli mund të ndihmonte më shumë me një përgjigje të thjeshtë. Më duhet kohë, Gjest, nuk është çështje e tejet, është çështjet e mia. Ky ndryshim në marrëdhënien mes Eglit dhe Gjestit është një reflektim i natyrshëm i situatave dhe ndikimeve të jashtme që ndodhin në jetën e personazheve. Pavarësisht se fillimisht mund të ishin të afërt dhe të ngrohtë, eksperiencat e jashtme, veçanërisht ato që lidhen me produkte mediatike dhe ndikime që vijnë nga jashtë shtëpisë, kanë ndikuar në mënyrën se si ata të shohin njëri tjetrin dhe të menaxhojnë marrëdhëniet e tyre. Ky është një proces dinamik dhe kompleks që do të vazhdojë të evolojë dhe mund të ndikojë ndjeshëm në marrëdhënien mes tyre dhe të duke krijuar momente tensioni, reflektimi edhe në distancë. Domethënë këto janë deri diku pikpyetjet që si mund të shkojë raporti mes Eglit dhe mes Gjestit, po të paktën nga ajo që ne në fakt po shohim në këtë situatë, në këtë raport, marrëdhënia e tyre është shumë e ftohtë, marrëdhënia e tyre është shumë e egër dhe kështu që e bën që Gjesti të shkojë në mendime të shumta. Si e gjykoni ju qëndrimin e Eglit dhe si e shikoni ju rihyrjen e Eglit në shtëpinë e Big Brother?